të flasësh për ta është si të zhytesh në det të hapur, nuk e di kur se ku mund të përfundosh. Nga 12 shenjat e zodiakut konsiderohen më ndërimtarët, gjithmonë me kokën në re dhe një këmbë në botën e tyre, por keni kujdes, nuk është e gjitha fantazi. Pas këtij reputacioni fshihet një personalitet më kompleks nga sa mund të mendoni. Ata që e njohin mirë e dinë këtë. Ata janë të lindurit në shenjën e peshqve, të cilët shfaqin një ndjeshmëri që bie menjëherë në sy. Janë sfungjer emocional, të aftë të ndjejnë gjendjen shpirtërore përreth me një shpirtësi shqetësuese. Shpesh janë përpara gjithçkaje, trendeve, gjendjeve shpirtërore, madje dhe shakave. Duket sikur janë të sintonizuar në një stacion radioje që të tjerët as nuk e dëgjojnë, e dini? Por të jesh ndërimtar nuk do të thotë të jesh naiv. Përkundrazi, ndonjëherë midis njeriu dhe një tjetre, peshqit mund të dalin me intuita të shkëlqyera si vetëm artistët ose psikologët më të mirë. Kurdo që është afër peshqve, tashmë e di se çfarë po flasim. Empatia e tyre është pothuajse prekse. Kur e do një peshk është pothuajse si të kesh një trajnim motivimin e krah, një psikolog të gatshëm të jap gjithçka, një mik që nuk të gjykon kurrë, apo kurrë në të vërtetë. Zakonisht janë njerëz që janë të gatshëm të kuptojnë pa shumë fjalë, janë të aftë të të ndihesh i kuptuar edhe në momentet më të vështira, janë të gatshëm të dëgjojnë vërtet, domethënë pa kontrolluar orën e tyre çdo 2 minuta. Imagjinata është sipër fuqia e kësaj shenje. Peshqit shohin historia, ty ku të tjerët shohin vetëm mërzitje. Ata kanë talenti për të gjetur bukurinë e gjërave të vogla, për të krijuar poezi me një detaj që duket i parëndësishëm për çdo tjetër. Ata janë avokatë të mirësisë, tolerancës dhe solidaritetit. Nuk është çudi që midis peshqve ka kaq shumë artistë dhe njerëz që përdorin kreativitetin për të ndryshuar rregullat e lojës. Peshqit mund të përthithin lehtësisht shumë probleme. Ato të tjerëve, të familjes së tyre, madje dhe ato që ende nuk ekzistojnë. Pak si sfungjerët kozmik, rrezikojnë të ngatrojnë ëndrat me realitetin dhe kur duhet të mbështeten mund të përfundojnë të zhytur në mendimet e tyre. Nuk janë gjithmonë të aftë të thonë jo, duan të ndihmojnë të gjithë dhe gjithçka, por në planin e afatgjat kjo i lodh. Për më tepër një nga tiparet e tyre dalluese është tendenca për t'u arratisur. Kur diçka i lodh ose i lëndon, preferojnë të zhyten dhe më thellë në fantazitë e tyre, se të përballen me situatën drejt për drejt. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.